Profesori nga Kosova është përzgjedhur antari i Akademisë Europiane të Shkencave Humanistikës dhe Letërsisë, duke u nderuar kështu me titullin e merituar akademik. Kemi kënaqësinë dhe nderin që të kemi në studio studiuesin e letërsisë popullore dhe profesorin universitar, profesor doktor Zymer Neziri. Faleminderit që erdhët, profesor. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë, ju jeni mik i këtij programi dhe dashamir i kronikës së librit po ashtu. Me që jemi ku jemi, ju lutem. Faleminderit shumë profesor, kënaqësi që flasim edhe sa që kemi folur vërtet gjithmonë është kënaqësi sepse kemi marrë informacione jashtëzakonisht të dobishme për temat të cilat i kemi trajtuar edhe të dobishme për një audiencë të gjerë si kjo e jona, edhe sigurisht po urojmë për çmimin edhe për këtë nder, për këtë mirënjohje që u është bërë. Të ndërrohen në një akademi, veç të themi disa informacione për akademinë që është themeluar në vitin 1988 me Selin në Londër, edhe është një institucion i shquar evropian që bashkon studiues e shkencëtar nga 23 fusha të ndryshme, nga shkencat humane, letërsia, deri te shkencat natyrore edhe teknologjia, edhe një detaj interesant që në gjirin e vet akademia ka dikun mbi 7.000 antar, por përfshir 88 fitues të çmimit Nobel, pra realisht një e arritur e jashtëzakonshme. Profesor, një rrugtim interesant, karriera juaj sigurisht ka pasur gjithmonë një rrugtim të tillë interesant, po kjo është një kulminacion, kam përshtypjen apo jo? Po, edhe unë mendoj që është një nga kulmet që mund t'i arrijnë edhe studiues të tjerë, një nga kulmet që pa pikë dyshimi dera është e hapur tash në atë akademi, sado që para meje ishte edhe një antare e re e akademisë aty nga Tirana, pra Lea Hypi, tashmë një emër shumë i njohur edhe në qarqet botërore, pra një ndër femrat, do të thënë, më të ditura dhe më të mençura në fushën e teorisë e filozofisë. Lea Hypi. Lea Hypi, po një familje njohur, do të thonë nga vitet 30, kur një nga pjesëtarët e kësaj familje ishte edhe kryeministër në kohë të shkurtër i Shqipërisë. Një mendimtare zonjë edhe një shkrimtare mirë, Lea ndërtyshe. Po, Lea, do të thonë tash për tash një nderi, si më thoni, i vajzave shqiptare, i grave shqiptare, apo jo, dhe një herit edhe antare e Akademisë të Shkencave të Britanisë së Madhe, po dhe në Tiranë. Sa vështirë është të depërtosh në këtë rang të lartë, siç është Akademia Europiane e Shkencave? Po drejtën të them, nuk e di. Ju pranuat një ftesë apo ju aplikuat? Jo, nuk ka aplikim. Nuk ka aplikim. Jo, është nominimi bëhet nga vetë Akademia, dhe më thonë nga 2 antarë të Akademisë, dhe pastaj fillojnë proceset, bie fjala nga biografia, nga puna kërkimore, nga rezultatet, botimet jashtë, pjesëmarrjet, konferenca shkencore, mësimet, dhe më thonë, të tipit ligjërat në universitetet si profesor i ftuar me kështu me radhë. Në fakt, këta 7.000 antar, mbi 7.000 antar që i ka akademia, janë nga vendet të ndryshme të botës, apo jo? Po, nga vendet të ndryshme të botës, po, ka nga gjitha viset e botës, kanë status pak më ndryshe, këta që nuk jetojnë në Evropë, janë antarë të jashtëm, ndërsa të tjerët vazhdojnë në qenë antarë të rregullt, po, do të thonë, nominimet bëhen, do të thonë, edhe në Kinë, Shtetet Bashkuara, dhe në viset e tjera, varësisht nga ata akademik, pra që brenda i njohin të tjerët dhe bëjnë nominime për ta. Dhe kjo akademi për mua është natyrisht një gëzim, po një gëzim jo vetëm për mua personalisht, po dhe një gëzim për vetë Alban Axhi, një gëzim për studimet e folklorit, pra edhe për ata që nuk jetojnë gjallë nga cilë ka marrë mësimun, edhe më thonë nga profesorët nga Tirana, profesorët nga Prishtina, po dhe këtë brezin që po rrisim tash, dhe unë besoj se kjo derë hapur dhe tjetë një derë hapur dhe për ta. Edhe një motiv që mund të mbrihet nëse punohet që mund të mbrihet edhe atje, është një rrugë, si që thot ju e hapun. Unë i thash edhe profesorit për para se të futeshemi në këtë transmetim, që mund tjetë i vonuar ky nominim, por gjithsesi merituar pafundësisht, sepse një jetë të tërë kushtuar kësaj fushë dhe patjetër se do të kurorëzohemi në diçka të tillë. Mendoj vonesat mund të quhen vonesa, po unë megjithatë mendoj që shkenca kohën e vet. Mendoj që çdo gjë duhet të piqet. Kjo e vërtet. Çfarë do thotë profesor pranimin në këtë akademi? Që janë, si më thon, tashmë ato vlerat kryesore që i bart një akademik që është pjesë e akademisë dhe mandej edhe angazhimi dhe kontributi dhe gjithçka tjetër. Pra, në kuptimin më të përgjithshëm, çfarë do të thotë kjo?
Po, të shme qenë se keni pa dhe vetë kjo akademi nuk është akademia akademive, si që është ajo tjetra, Akademia Shkencave dhe Arte e Evropës, ku ka përfaqësues nga gjitha akademitë nacionale. Pra, dhe në themelim thotë se nuk është themeluar si një akademi, mbi akademi, po është një akademi, më thënë, e një grupit nismetar e shoqërisë mbretërore në Cambridge, pra, edhe që pastaj, më thënë, fjala është për avansimin apo përparimin e dijes se individëve të cilët kanë nevojë të jenë të tubuar në një vend dhe pastaj kjo dije dhe tjetë një herit, më thënë, dhe dije që mund tjetë në shërbim edhe të dietarëve të tjerë dhe të brezave. Më thënë, është një vend, pra një vend ku nominimet, pra si që është në fillim bëhen nga vetë akademiat, më thënë, nga vetë antarët të saj, dhe pastaj ai bashkim i tyre në për seksionet e posaçme, rasti është në seksionin e letërsisë, ndërsa fusha e veçantë, pra është vetë folkloristika dhe trashëgimia kulturore. Dhe kjo që pyetet ju, besoj se sjell diçka të re në fushën tonë, këto të dijes, me qenë se atje kanë edhe tubime shkencore, pastaj kanë edhe lëvizje shkencore, kanë edhe buletin shkencor, pastaj tubime disiplinare dhe ndërdisiplinare, dhe të gjitha këto, domethënë, e çojnë përpara procesit. Një akademik, a ka një obligim ose disa obligime karshi akademisë, obligime morale, sigurisht është që të cilët në përputhje me kriteret që ata i kanë, po obligime dhe tutje. Edhe morale, po më shumë profesionale, si thonë, profesionale dhe tjetë me e para, dhe këto që i përmenda, pra, po do tjetë pjesëmarrje, dhe më thonë, në tubime shkencore, pastaj puna në revista, më thonë, pjesëmarrje me punime, në vimësi, dhe të tjera që nuk i di saktësisht, më thonë, sa për fillim këtë informacion e kam që ka, dhe më thonë, detyrime gjatë vitit, dhe ato detyrime zakonisht i përmbushin antarët në seksionet e veta, në fushat e veta profesionale, me qenë se shumica janë në projekte, dhe ato projekte pastaj banë edhe fushë trajtimi edhe brenda për brenda akademisë. Titullin ju do të merrni dhe do të pranoni në një ceremoni që do të organizohet në Barcelonë diku në muajin tetor. Po, në tetor në Barcelonë organizohet edhe tubimi shkencor edhe natyrisht edhe ceremonia e certifikimit apo ndarjes e certifikatave, kurse kjo puna e pranimit pjesa profesionale ka përfunduar dhe pjesa administrimit, në thënë ceremonia mbahet në tetor. Si ceremonia ka zgjatë, profesor, prej momenti kur është bërë nominimi deri te, si më thonë, krejtë, deri te momenti i konfirmimit të përzgjedhjes suaj? Po, ka zgjatur disa muaj. Ka pas nevojë po zënë një dokument shtesë plotësues në një, dhe në thënë, ato kryesoret janë që dikush nga ata duhet të ketë njohuri, dhe më thonë, për punën tënde. Unë aty kam pasur fatin që një nga profesorët dhe antarët e saj janë nga Akademia Shkencave e Austrisë, një 8 kal, dhe ai natyrisht më njeh ka mbi 20 vjet, kohën kur isha në kërkime të pas doktoratës në Austri, pastaj isha dhe ligjërues në Universitetin e Vjenës në vitin 2008. Pastaj edhe librat e mia aty vetë në akademi janë befasuar, kanë lanë 2, mandej pas që janë 6 në internet. Domethënë kanë interesim për studimet, sepse është një prej qendrave më të vjetra në Evropë dhe në botë. Edhe profesori në këtë rast ka ndihmuar shumë që profesori i ka ofruar akademisë materiale të bollshme. Po, është dashur vetë i dytit për paraqitjen. Dhe këto paraqitje më thonë vinë nga brenda akademisë. Pra, më thonë jo nga jashtë, edhe jo nga individi, po vinë nga... Akademikët prezentojnë antarë të ri, ata që mund të jenë antarë të ri. I propozojnë. I propozojnë, po. Fillon pastaj procesi i vlerësimit brenda, më thonë, seksionit, dhe tash për tash, pra, si që tash edhe në fillim, është një derë hapur për të tjerët.
Pra, nesër, në një të ardhme. Hipotetikisht në një të ardhme, ju mund të propozoni diko tjetër, bashkë me Nikoli. Po çdo vit, mund të propozoni diko tjetër. Ka propozime, unë shpresoj shumë se nuk do të mbetet me 2, po do të bëhen 3, do të bëhen 4. Tash kemi 2 anëtar, njëri nga Shqipëria edhe tjetri nga Kosova, kështu. Kemi përfaqësim shqiptar brenda akademisë. Kur jemi tek kjo pjesa, profesor, në këtë momentum të jetës suaj që pa diskutim është shumë i bukur, kur shijoni tash me sukseset edhe frutet e punës sa vjeçare, e ca jake juaj shkencore ka qenë e gjatë, e bukur, jo pa sfida, me shumë vështirësi patjetër, por gjithmonë në kërkim të studimit të detajuar në fushën që ju me cilën jeni marrë realisht. Ku jemi sot? Me albanologjin, me folkloristikën, me një pjesë të studimeve tuaja që kanë marrë shumë nga jeta juaj realisht. Po, momentalisht jam duke përfunduar dhe e kam para dorëzimit në Shtyp, një punë të para 20 vjetë në kohën kur bëja kërkime për doktoratën dhe besoj se do të jetë një risi në fushën e folkloristikës, sepse është fjala për 44 lautar, të cilët nuk jetojnë sot me përjashtim të 2-ve, dhe është hera e parë që paraqitet në mënyrë biografike jeta e tyre, pra fillimet e mësimit të këngëve dhe pastaj repertori, mbledhja, incizimi, botimi, dhe këto janë ato të dhënat kryesore, dhe më thonë që bëjnë një biografi të një lautari. Libri do të ketë diku rreth 500 faqe, do të ketë një libër, pra po them risisën është hera e parë, ku u dalim borxhi rapsodëve, sepse në të gjitha rastet të botimi i këngëve të tyre është shkruar bjefjale vetëm me emri, viti linjës nga Vjen, Presje, Bari, ose Bojk, edhe pik, edhe ka që mbaroj. Në thonë njerëz nuk kanë pasur kur një informat, qoftë një lexuesi, bjefjale i zakonshëm, qoftë edhe ky tjetri me një interesim kërkimor, pra që di ma shumë për ta. Në kësaj herë, më thonë, është krijuar një model i ri, një model i ri edhe për të tjerët, pra që i kemi në vijem kështu, dhe që të bëhet ajo që duhet të bëhet, sepse ata vërtet janë vartës e një trashëgimie etnokulturore që meritojnë aq. Edhe ju keni pasur shumë kujdes në këtë aspekt, profesor, që ti trajtoni ata si duhet me kontributin që e keni dhënë gjatë viteve, po thjesht vërtet me i trajtu në mënyrë më të mirë të mundshme, me vunë pa atë kontribut që ata kanë bartur ndërbreza. Jam munduar, kështu nga fillimin është ka mbi 30 vjet, nga i botimi i parë që pata për një lautar që, dhe më thonë, kur e kanë hetuar atë, si më thonë, pasurinë e tij poetike, dhe për masave vërtet e jashtëzakonshme, edhe në universitetet e tjera, bjefjala në Varshavë, një kandidat ja ka dhënë temë doktorate. Pastaj edhe deri në Pekin, në konferencën botërore të epikës, dhe bota është e interesuar për epikën tonë, ka shumë interesim, për shkak se vërtet është një epike madhe. Është një prej epikave më të mëdha botërore, prej atyre që i njohun, duke llogaritur kështu edhe epikën kineze, pra epikën e Posin Gesar, sepse vetë shumësia e vargjeve të epikës sonë, punojt krahut të Posit heroik legjendar, dëshmon për një traditë të gjatë etnokulturore të shqiptarëve, pra nga tradita e hershme ilire dhe në vijimësi, pra deri më sot. Pozëm të kinezët në vitin 2012 në konferencën e tyre për epikën, që ishte një konferencë botërore, ata referuan për 400.000 vargje të mbledhura, do të thonë të Posit Gesar, po thoni kemi në terren edhe 600.000. Mirë punë referova për ma shumë vargje sa vargjet e tyre. Ma shumë se një shtet 1 miliard. Dhe ata u befasuan ashtë të mundu se mos po gabojnë në shqiptim dhe duhet heq një zero. Dhe pas taj dole se nuk është fjalja për një zero, se ta shjeva të më gjysmën e tyre kanë shkuar për dorën time, pra 200.000. Dhe është një pasuri prallore që shqiptarët nuk e kanë në një vend para botës, bje fjala me parathanja, pasthanja dhe pjesë të tjera që duhet jenë në gjungët e popujve të tjerë, bile spaku në gjungët kryesore, dhe pastaj të bëhet një qarkullim i këtyre vlerave në përmasa evropiane dhe botërore, dhe njëherit të jemi më afër të tjerëve dhe të tjerët të na njohin më afër, sepse kështu
tjetëri nuk të njekur, nuk je thonë në tregun e vlerave. Sigurisht, po, Dhe ata dhe më thonë u befasuan me 400.000, e 400.000 shqytyre nuk ishte 600.000, sa është vlera jonë e numërimit pra të varzëve të mbledhura nga Gustav Mahleri 1897 e këndej. Ju keni përkthyer diçka, por sa të kënaqur jeni me përkthimin? Këtë gjë duhet ta shoh bota, këtë material duhet ta ketë bota në dispozicion në gjuhën që ata e kuptojnë. Dhe anglishtja, si me thënë, është gjua që është ka një tekst bjegjelë në Universitetin e Harvardit, është një projektim i vitit 2002, në kohën kur isha atje në kërkime pas doktoratës, dhe më në fund përfundoi projekti dhe tash kemi në 2 gjuhë anglisht dhe shqip, po kam këtë amla, dhe e kemi paraqitur këtu para jush, pra bashkë me juve, dhe tash ai kanë gjallur interesim, edhe atje ka studentë të doktoratës që janë të interesuar dhe më thonë nga i libër të marrin material. Është pikë reference, natyrisht. Po, sepse studiusit shumica që vinin nga Pygadishullin, pra Ilirik, apo Ballkanik, si i thonë tash, shumica nuk e dinin Shqipen si gjuhë, nuk ishin kështu, si më thonë, një uri për kulturën e shqiptarëve dhe e kalonin materialin shqip të koleksionit, prandaj edhe kërkimet e tyre nuk ishin të plota, pra ishin të mangëta. Tash e kanë mundësinë ta kenë një tërësi pra të njohjes edhe të pikës kroate, të pikës bosnjake dhe të pikave të tjera. E mbajmë janë profesor që kemi folë për këtë temë edhe më herët dhe kemi folë për këto vlera që kemi që i dini nështë një grup i caktuar i njerëzve që merren me këto punë, por nuk është që kemi treguar shumë botës. Pse se bëjmë edhe ç'a duhet, si më thënë, cila është rruga? A është veç të çështjet materiale në pyetje, apo duhet, nuk e di, një angazhim tjetër shtesë që po na mungon për me përmbledh edhe për me kompletu? Po, unë e parë do të thuaj shtetërisht, si thonë, shtetërisht të konsiderohet si një prej vlerave më të rëndësishme që i kemi trashëguar gjatë shekujve, pra nga fillimi deri më sot. Të konsiderohet, domethënë, si një kulturë shpirtërore, e cila ne na bën të veçantë nga kulturat e popujve të tjerë. Këtë nuk e kemi, se bie fjala studentët tanë të letërsisë mbarojnë studimet e postin e Krashnekëve, po azam brenda një ligjërate mund ta kenë me 30 minuta apo 40 ose 2 herë 40 minuta, apo jo më shumë. Nuk e kanë lanë mësimore. Ishte lanë mësimore. Ishte lanë mësimore po si Krashnekë? Po, ishte, unë 3 vjetë mbajta, pata mbi 300 studentë dhe mendoja nga ta 330 prej tyre të qojmë shkollat më të mira të Evropës të Amerikës dhe të bëjmë një institut të epikës. Dhe lajmi ma i keq ishte vitin 2007 kur u ktheva nga Harvardi, që isha atje për herë të dytë, lajmi ishte u mbyll. I shkrova shefit zyrtarisht, nuk më përgjigj, i shkrova dekanit zyrtarisht, nuk më përgjigj, i shkrova rektorit, nuk mora përgjigje, kur nuk më marrë përgjigje. Në më thonë e ka mbyll dikush dhe ajo mbylli vazhdon edhe sot. Pra studentët tanë dalin pa dije të mjaftueshme për të dëgjuar para fëmijëve në të vjeçare ose në shkollat e mesme. Dhe më thonë, fëmijët tanë nuk e kanë atë njohuri për shkak se nuk ka kusht u apërcjell. Edhe nëse u apërcjell në mënyrë modeste, pra të dijes. Pra kjo ishte e para. E dyta, instituti e posi nuk u themelua kur kërkesa është nga pas lufta. Do duhet ta kemi një institut të e-postit, apo? Po, pa tjetër, edhe më pyetën, thënë, po a ka dikush në Evropë? Thash, ka dikush në Evropë, ka Finlanda, dhe Finlanda, thash, nuk e di a dini, po mësuri nuk e dini, thash, më qenë si jeni di fushës specialist, Finlanda ka aq vargje sa ju nuk mund të merrni me mend se aq vargje, thash, ka një katon vendlinjës babait tim. Më thënë, thash, katon di shtupes, thash, në Rrugovë, vetëm 2 lautarë kanë mbi 20.000 vargje, të cilat i kanë botuar, pastaj janë edhe 8 të tjerë. Domethënë kemi një pasuri prallore, por Finlanda ajo që thash ishte ndërgjegjësuar në shkallë të shtetit dhe të pushtetit pasi e fituan pavarësinë nga rusët, themeluan shoqata Kalevala, po vërtet është institut. Dhe në 51 gjuhë të botës e kanë përkthyer Kalevala, 51 gjuhë. Ne kemi një antologji të Gjani Mathihek dhe Robert Elzi të vitit 2004, kanë të mbledhura në vitet 30, po nuk kemi diçka tjetër, se popujt po rreth kështu kemi disa këngë, bie fjala cikël këngësh, po nuk kemi diçka të vlerave
që thatë ju, do më thanë, që dalim para botës, dhe ata t'i kenë këto tekste. Po këto nëse se bëjmë këtë, profesor, nëse se bëjmë institutin, nëse e heqim si lëndë obligative në fakultete, nuk e kemi në katedra, nuk e kemi institutin, gjeneratat ndrojnë, edhe thjeshtë bie interesimi, a ka rrezik që kjo të humbet? Po, ka rrezik të humbet, sepse vetë statusi folklor, si fjalë, edhe në shkallën më të lartë të përfaqësimit, bie fjala herë nuk përmendet me dashamirësi, madje deri në kuvendin e Kosovës, kam pasur rastin, sigurisht edhe ju, dhe folklorizëm e tjera, dhe kjo ka ndodhur... Mbase nuk ja dim rëndësinë fjalës, e përdorim si terminologji në vend të gabuara. Jo, unë mendoj se është pasojë e qëndrimit të pushtetit jugosllav ndaj folklorit shqiptar, sepse... Që ne zbej dëshirën për atë gjë? Për burimorën, a? Po, tash botimi i parë që ishte institutit në vitin 52-53 u përgatit nga Zakaria Rexha, aty ai përmend vetëm Lorenz Antonin, thot kolegët e tjerë intelektual thot nuk po më përkrahin, pse po merresh me folkloristiken. Edhe pikërisht folklori dhe epika ishin shkas që të vinë një delegacion nga Beogradi, ta vlerësoj librin, dhe është libri i parë, do më thonë që pësoj djegje, do më thonë ishte libri i parë, do më thonë që u ekzekutua të themi vdekja e tij, me djegjen e tij, me menjanimin nga tregu, sepse ka shumë epik dhe epika është shumë emocionale dhe njëherë është shumë frymëzuese, prandaj si e tillë mund të sjellë nacionalizëm ndërmjet fëmijëve shqiptarë që po rriten dhe dogjen librin. Ky libri i parë i djegur Institutit Albanzik, natyrisht edhe disa nga Prishtina këtu ishin në takim. Dhe desha të them se nëse këtë ne do ta bënim, do të përfitonim shumë. Se do të ngritej, si thonë, edhe morali, edhe etika, do të ngritej frymëzimi, do të ngritej shumë dashamirësia, po. Dhe problemi është ky. Unë kur u thash që amerikanët kanë një universitet që quhet Universiteti i Harvardit, ka rreth 400 vjet jetë, dhe që 400 vjet ai universitet katedrën e folklorit dhe të mitologjisë nuk ja kanë ndruar emrin. Po, katedra emrin të folklorit dhe mitologjisë. Po si duhet të kesh frikë, është duhet të kesh frikë nga identiteti yt. Po, profesor, ndër tjera ne kemi borx, si më thon, edhe për gjeneratat që kanë punuar atë shumë, e që kanë bartur atë trashëgimi ndër breza, por edhe për gjeneratat që vinë, sepse duhet jemi lidhja apo jo mes brezave. Edhe ata që kanë përgjegjësi, pra e të veshur me pushtet, do duhet ta bënin këtë. Ky është problemi, pra që si vlerë, në më thonë monumentale, që ka vendin në UNESCO, dhe nuk është në UNESCO, si vlerë monumentale për cilën është menduar në Institut Albanzik me njerë pas luftës, dhe është krijuar mundësia pra e projektit të miratohet projekti dhe të bashkëpunohet me Tiranën, dhe pastaj vjen puna në fund vitin 2012, në Kosovë thuhet në kuadër të ministrisë, vetë ministri do të shkojmë bashkë me Tiranën. Unë i them ministër, nuk shkojmë me Tiranën. Ne nuk jemi në UNESCO. Dhe kemi thënë kur e nisëm projektin se projekti shkon në dorë të Tiranës, qoftë se nuk shkojmë bashkë, dhe ata kryejnë punën për Tiranën, për Prishtinën dhe për këtë shqiptarë katër që janë. Dhe projekti mbeti aty edhe u harrua. Doli problemi me atë epikën serbe dhe me lautën serbe, ku ka viti 2018 dhe tek pastaj u ra ndërmend. Tirana që kishte prap një lojë për cilën nuk dëshiroj të flas, lojë më tepër përfitimit material dhe ndonjë përfitimi tjetër, edhe atje filloi një projekt tjetër, dhe ai projekt tjetër natyrisht nuk ka përfunduar. Për fat projekti për Gjubletën përfundoi projekti për Më kujtohet saktësisht bile ne patëm një intervistë pikërisht kur Gjubleta ishte në kulminacionin e saj për të futur në UNESCO. Por duhet bërë akoma më shumë. Po, ishte në sajët e financimit që e banë shqiptarët në Amerikë. E patëm diskutuar. Ndërsa këta i zgjodhen ato komisionet apo drejtuesit e kërkimit dhe mirë. Po jemi keq për shkak se ne nuk kemi poazam në Prishtinë asnjë dosje me përjashtim të dosjes së posit. A ka mundësi të kemi spaku edhe 10 dosje. Nuk i kemi, sepse nuk ka interesim prapë të themi pushtetor dhe shtetëror që të bëhen gati dhe në qastin kur të thonë... Brumin e kemi, nuk ka interesim që të përgatiten ato materiale. Jo, këtë deshe me këtë profesor. Profesor, a është dikush që po punon me juve në këtë drejtim? A ka një ekip të njerëzve që kanë kuriozitet
edhe dëshirë, edhe vullnet, edhe patriotizëm me që për para. Ka mjaft njerëz, mirë po duhet organizim. E organizimi duhet jetë planifikim. E planifikimi duhet të bëjë dikush edhe në shkallë të lartë. Qoftë në shkallë të mesme. Dhe planifikimet nuk i kemi, pra kemi po zonë veshje monumentalis që dini nga veshja e rrugos, bje fjale e burrave, dhejtë veshja e grave të rafshe Dugaxhinit, pjesa veriore, veshja e hasit, bje fjale. Tri veshje monumentale për UNESCO. Pastaj kemi vallet, i kemi kangat, bje fjale. Dhe të gjitha këto po të bëshin projektet gati, atër pa pikë dyshimit, nesër kur të hapët dera në UNESCO dhe të shkon me duar plot në UNESCO e jo me duar në xhepa. Hajde tash po ja nisi po punojmë, sepse kjo është rrugtim që mund ta bëjmë, apo jo derisa të pranohemi. Profesor, faleminderit edhe një herë që erdhët, urim edhe një herë për titullin e merituar dhe shumë suksese. Shëndet në radhë parë. Ishte një gëzim natyrisht individual, po edhe një gëzim kolektiv dhe ky gëzim kolektiv ka të pjesën e vetë shumë të rëndësishme pëse do të jemi atje ku duhet të jemi dhe vlerat tonë do të paraqiten atje dhe një herit kjo prapë që përsërita në fillim do të hapët një derë dhe është tashmë veç e hapur që të ketë edhe të tjerë të mos jemi 2, po të bëhemi 3 dhe 3, pse jo edhe 30 edhe ma shumë sa kanë disa nga popujt e Evropës rreth 20-30 e ma shumë. Me që potencial kemi, apo jo, edhe njerës kemi tashmë. Profesor, shumë faleminderit edhe suksese e gjithë të mira, shëndetin sigurisht parazitash